Keni marrë një burr të martuar më parë, i cili ka 3 fëmijë dhe i ka vdekur gruaja. Unë nuk kam të drejtë absolutisht ju them se keni të ndaluar një gjë të tillë. Pra, një grua një femër që pranon të shkoj në një vend tek një burr i cili ka qenë më parë i martuar, ose edhe vazhdon të jetë i martuar, pra e merr për grua të dytë, ose i ka vdekur gruaja dhe i ka lënë 3 fëmijë, pra duhet të keni parasysh se keni të drejtë ta bëni atë martesë. Madje nëse e bëni rritjen e fëmijëve, që në këtë rast do të ishte sakrificë shumë e madhe, sepse ata nuk janë fëmijë tu, ata janë fëmijë të burrit tuaj, dhe do të duhej që atë sakrificë, atë vetë llogaritje dhe shpërblimi që shpresoni ta merrni prej Allahut ta keni në hatër gjatë tërë jetës, jo një ditë, një muaj, një vit, e pastaj ta harroni këtë. Sepse jeta është e gjatë dhe njeri nuk dihet se ku thot populli koritet ose ku e humb sabrin, durimin dhe nuk mund t'ja del në anën tjetër, pra të tregoj atë sakrificën e vet, ta tregoj atë bujarinë e vet, atë njerëzinë e vet, atë edukimin që mund t'ja jap fëmijëve edhe të tjerë dhe nëse nuk janë të lindur prej saj. Por nëse juve që jeni martuar dhe i keni këta fëmijë, atëherë unë ju them se keni bërë një punë të madhe, keni bërë një sakrificë të madhe, dhe Allahu inshallah ju lehtëson dhe ju mundson që të bëni një jetë sa më të lehtë, një jetë sa më të harmonishme me bashkëshortin, që ti te kaloni problemet eventuale, në një mirëkuptim të ndërsjellë, të keni aspekt financiar e social sa më të organizuar, që jo të çoroditeni, por t'ju lehtësohen mënyrat e të jetuarit dhe ta keni këtë gjithë një më të lehtë e më shumë të lehtë gjatë tërë jetës suaj. Familja e burrit thua se nuk ju lën rahat, ju sulmojnë dhe ti pyetjen e shton në këtë mënyrë, pra s'di a mund t'ju them se boll e kam që po i këshyri fëmin e tjetër nuk po di çka me bo. Thjesht pra familja e burrit pse t'ju sulmoj juve? A është burri ai që ju jep hapësirë që ata ta bëjnë një sjellje të tillë? Apo burri nuk ka fuqi t'i ndaloj ata, sepse ndoshta varet materialisht prej tyre? Apo ka ndonjë tëmet tek ai apo tek ju që me kaq lehtësi keni pranuar që t'jetoni në këtë mënyrë? Është shumë e vërtetë se ata, pa e ditë po them detajet të ekuivalencës, sepse dikush mos të harrojmë, i ka vlerat e mëdha, po i ka dhe disa antivlera që do të konsiderohen antivlera për martesë. Fëmijë të kesh është vlerë, por shënon minus për një burr të martuar i cili ka fëmijë ta marrë një vajzë të re për shembull. Ai mund të jetë i bukur, mund të jetë i pasur, mund të jetë i dijshëm, dhe kjo vajza e re pra mund të mos jetë gjithaq në këto nivele, por e ka një diçka që ajo quhet e re, ky nuk është i ri. E ka një diçka që kjo ka qenë e pamartuar dhe ky është i martuar, dhe në këtë formë pra do të thoja do të ishin disa minusa tek burri, të cilët minusa e zbresin vlerën e përgjithshme të tij dhe do të ishte në një farforme ekuivalent për një vajzë nëse nuk është ta zëm me shumë prejardhje të mirë ose me shumë vlera intelektuale të ngjashme. Pra, nëse ju do t'i keni dallimet të përafërta, atëherë fakti që ti ke marrë një burr me 3 fëmijë do të ishte vlerë që tek ju shton çmimin e juaj, ndërkësh tek burri ul çmimin e tij. Nëse vlerat e përgjithshme janë të përafërta, pra, dhe kësaj është shumë e vërtetë që ata duhet ta kenë parasysh se ti merresh me fëmijë që nuk i ke lindur dhe nuk ja ke borxh, nuk i ke obligim që ti rritësh ata, por ke zgjedhur që për të bërë jetë me këtë burr
i ke gjetë ata fëmijë dhe si grua, pra merresh dhe kujdesesh për aspektin e ambjestërisë, pra e përgatitjes së ushqimit, e mirëmbajtjes së ambientit, e larjes së enëve të rrobave dhe përgatitjeve të tjera të jetës që kanë të bëjnë me shumicë, pra me botën femërore, dhe ti në këtë rast pra e ushqen vetveten, e ushqen edhe burrin, por krahas kësaj ushqen dhe veshmbath po ashtu edhe fëmijët e burrit pavarësisht çfarë janë moshat e tyre. Dhe nëse këtë ti e ke zgjedh, unë them se do të shpërblehesh para Allahut xhalleshanuhu, por kjo nuk justifikon në asnjë mënyrë që ju pastaj të shqyrtoni çështjen, ati qëndroni ati burri akoma në bashkësi apo të ndani për faktin se ai ka këta fëmijë. E sa i përket përzierjes, ndërhyrjes që bëjnë familjarët e tij, atëherë këtu vërtet edhe një herë po kthehem dhe po them pse ata janë as pa shpirt, apo çfarë ju mungon atyre që të mos e shohin se ju keni marrë një burr të martuar me 3 fëmijë dhe ata prap jo vetëm që nuk sillen mirë, por edhe ndërhyjnë në çështje të brendshme të juajet, ose siç e shpreh, pra ke edhe zullum, përjeton pra dhunë prej tyre, qoftë psikologjike, që nuk e ke përmend llojin e zullumit, qoftë edhe ndoshta edhe dhunë fizike, Allahu e di më së miri. Pra, pse të përjetohet kjo dhunë? Ai ishte ti njeri i gjetur dhe se nuk e pas strehim. Pra ka njerëzit mundësi që sakrificën e dikujt e kuptojnë keq. Ndoshta një vajzë, ndoshta pse pak i ka shku mosha, është vajzë e pamartuar, kur më parë është në gjendje që të martohet me një burr të martuar më herët dhe që ka fëmijë. Dhe dikush në llogarinë e vet do thoshte se kjo sigurisht ose është e sëmur ose e çmendur, pse ka pranuar një gjë të tillë, atëherë hajt tash edhe në gjuhën popullore t'ia shtrim zullumin kësaj sepse kjo po e përballuoka. Kjo është padrejtësi shumë e madhe.